Albulena sa, 6 herë provoj. A i shdo është Albulena me hecë dorë me thonë balë për se. Po jo, unë mendoj që nuk është në vullnetin në veç të Albulenës. Albulena është përfaqësuese një subjekti politik. A nuk janë deputet bartës të vullnetit, popullit edhe të votuzve të në edhe... Po, gjithsesi është partia që e ka propozu Albulenën dhe duhet me kuptu që pozita e kryetarit kuvendit në rrethonat aktuale është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj edhe mendoj është pa diskutueshme në shumë versione për lëvizjen vetëvendosje, sepse në çfarë do lloj skenari në të ardhmen, në konstelacionin aktual, pozita e kryetarit kuvendit ka mundësi të jetë edhe ushtrues detyre i presidentit, po edhe pa kryetarin e kuvendit nuk mund të shkohet pastaj në asnjë proces tjetër politik. Edhe brenda kësaj, për lëvizjen vetëvendosje është shumë e rëndësishme kush është kryetari i kuvendit. Sepse kryetari i kuvendit ka shumë kompetenca pastaj në drejtimin që e merr rrjedha politike. Po përveç kësaj, unë mendoj që këtu po flasim për disa probleme ose parime bazike të demokracisë, të cilat janë me ullë, me diskutu, me kundërshtarin politik edhe me i ballafaqu argumentet. Ullën sot, diskutun... Shumë mirë që ullën, është një veprim në këtë rast prej Zotit Kasniqit të PD-s, shumë i matur. Unë po çuditem me lidhjen demokratike të Kosovës që po refuzon kategorikisht me ullë në tavurinën e diskutimit me lëvizjen vetëvendosje. Ne jemi dëshmitar që LDK-ja në kaluar ka qenë shembull në rrethana të tilla. Shembull i negocimit, diskutimit, ballafaqimit të argumenteve në mënyrë që të vijë deri te një zgjidhje. Edhe kanë rënë 12%. Nuk kanë rënë për atë arsye, Me Pacollin. Me gjithë Pacollin 12%, disht faleminderit se nuk kanë rënë për atë arsye, unë mendoj që është gabim ata me mendu që për një mënyrë të vepruarit, për një modus operandi. Ashtu dojnë me ndryshë. Po, nuk është institucionalista, apo Jo për... Institucionalizëm do më thonë konsolidim institucioneve. Nuk e vlerësoj unë ajo. Unë e di që me atë mënyrë të vepruarit... Institucionalizëm o pajtonë 100% me lirimin që apo thonë. Problemi është... Institucionalizëm duhet me konsolidu institucionet. Po thoma ajo në asin. Problemi, unë nuk mendoj që LDK-ja ka ra për shkak të mungesës ose për shkak të ulljes në tavolinë me kundërshtar politik. Janë 1 milion arsye pse ka ra tash mundi me i diskutu me radhë, edhe kjo frika prej lëvizjes vetëvendosje është totalisht e paarsyeshme. Po s'është frikë. Është totalisht e paarsyeshme. Dy gjëra. E para, a është frika s'është? E dyta, ata me vetëvendosjen i kanë ja 4 vjet bashkëpunim, 3 vjet bashkëpunim intenziv. Në opozit njëherë, ndaj që ka qenë pan, edhe ma nej në pushtet në kurtini. Nëse dikush e din, a duhet më ullë me vetëvendosjen tavolin? Se që e din ata mirë. Shure, unë isha pajtu më ullë me bisedu me kundërshtarin politik, mirë po të njoft Albin Kurtin, unë besoj që Lidhja Demokratike po bën mirë që s'po takohet. Sepse rezultatin e atij takimi me Memli Krasniqin e pom sot.